Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Vëllezër të nderuar, kudo që jeni, fillimisht e këshilloj veten, pastaj të gjithë ata që do të na ndëgjojnë. Duke pas parasysh gjendjen në të cilën jemi tash, edhe pse ka lloj-llojshmëri të mendimeve se çka është duke na ndodh. Mirë po, unë dasha me rregulla ta sqarojmë këtë çështje, sepse krejt bota është me një mendim dhe realisht kemi edhe mendime që quhen në terminologjinë më të rejtë tash konspirative. Mirë pa ata mendimet konspirative nuk do t'i marrim parasysh, por do të flasim për atë që realisht është duke na ndodhur. Çka do që ne mendojmë, realiteti o ndryshe. Realiteti është se popujt, shumica e popujve në botë, janë të izoluar, jetojnë më shumë në shtëpitë e tyre, shumë pak punohet, ashtu si e dim, domethënë xhamiet i kemi të mbyllura, shkollat i kemi të mbyllura, që unë mendoj se këta dy çështje janë pak më të prekshme për popullin tonë, mos flasim për punët e tona që janë të pamundshme të realizohen, sikur që është biznesje, hapja ose mbyllja e dyqanave. Kretë kjo e ka një domethënie që ne e quajmë si musliman ibtila ose sprov. Tash nëse e marrim xhamien, jemi të sprovuar. Nëse e marrim shkollën, jemi të sprovuar. Nëse e marrim punën, biznesin, jemi të sprovuar. Domethënë, cilën do anë që e kap ose don ta sqarosh, jemi të sprovuar. Kjo është e vërtetë që nuk mund të ikim kësaj, mirë po, çka duhet të bëjmë në këtë kohë kur jemi larg njerëzve. Domethënë, jemi me familjet tona, jemi me fëmijët e tanë. Allahu xhaleshanu në Kur'an në shumë ajete flet për ibtilan, për sprovën, thot, i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, "Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana." Thuaj muslimanëve që nuk ndodh asgjë përpos asaj që e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e vërtetë, ne si musliman shumë të qartë jemi në këtë çështje dhe besojmë kështu. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar këtë punën e ibtilas dhe sprovës në shumë hadithe që nuk ka njeri që nuk sprovohet. Mirë po njerëzit sprovohen sipas asaj që kanë mundësi të durojnë. Por nëse ka diçka negative kjo puna e izolimit, të gjithë shokët e mi hoxhallar kanë folë për pozitivitetin e izolimit, por edhe njerëzit në botë, qofshin musliman se jo musliman, e kanë trajtuar këtë çështje që realisht bota, këta vitet e fundit, njerëzit e harun atë për të cilën realisht jemi të krijuar. Njerëzit janë krijuar për ta besuar Allahun xhaleshanu drejt dhe për të punuar dhe për të vepruar dhe për të studiuar, që ta kalojnë kohën dhe jetën sa e ka shkruar Allahu për secilin njeri të jeton këtë botë. Por tash më kujtu një fjalë ribrendim. Ribrendim ose riorganizim. Shembull, nëse para 2 muajve kemi pas jetën pak më ndryshe, të jemi tralshëm, më thonë tash jemi kthi në atë jetën që duhet me qenë normale.
Do me thonë, tash jetojmë si pas meje. Do me thonë, ka mundësi dikush me thonë nuk është e vërtetë ashtu, nuk pajtohem me mendimin tonë, tash në rregull. Mirë po si pas meje, tash jemi në jetën normale. Do me thonë, kemi kohë, dalim, shëtisim. Jo në atë aspekt shëtisim, po të kryjmë obligimet e tona, disa orë, e pastaj të kthehemi të familjet tona. Sepse ne si njerëz, secili prej nesh ka udhëtu dikun jashtë dhe ka pa diçka më të mirë. Vendi bukur, qyteti bukur, dhe kur është kthi në vendlindjen e vet, në vendin e vet, e ka urrejt atë që e posedon. Si shtete, si vende, si qytete, si fshat. Pse ka qenë, për shembull, një shembull thjesht ta marrim, në Frankfurt, ose ka qenë New York, ose ka qenë Tokyo, ose ka qenë Dubai, Abu Dhabi, ku e di, Riyadh, Jeddah, qytetet pak ma metropola, ose Shanghai, që njihen në Paris, Londër, e pastaj, kur është kthi në vendin e vet, e ka urrejt vendin e vet. Që anë rregull, nuk anë rregull, dhe bisedim. E ka lëshu televizionin, me pa në një film, në një lajma, diçka. Edhe pa prit mas i del në televizion, diçka e bukur, dhe ai, kur kthehet në shtëpinë e vet, ose e urrejn, pastaj fillon të urrejn bashortën e vet, e cila e ka lënë krejt familjen me ardh të ajo shtëpi, e me ndet besnike me bashortit vet, mirë po ai edhe shumë tjerë ndoshta, kur shef diçka më të bukur, e urrejn atë që e ka në shtëpi. Tjetra, ke hip me një vetur më të bukur, ke fillu të urrejsh veturën tënde. Në shumë aspekte, e humbëm përqëndrimin, e humbëm mendimin e mirë për këtë botë të cilën jemi, duke mendu se ka më mirë. Është e vërtet që ka më mirë. Mirë pa Allahu xhaleshanuhu, se cilit prej nesh ja ka caktu lindjen edhe vdekjen. Dhe ne si pas pozitës tona atje ku jemi, duhet si pas asaj edhe mundësive tona atje të. Nuk ka nevojë dhe nuk është mirë me lakmu në të mirat që Allahu xhaleshanuhu ka dhënë dikujt. Edhe ne secilën herë mendojmë se pse neve mos më na dhon. Se e shohim tash se çka do të thonë shëndeti. Pejgamberi alayhis salam e ka përmend këtë çështje, ka thonë shfrytëzonja ose shfrytëzoni dy punë, shëndetin dhe kohën e lirë. Në asnjërin as tjetrën. Tash nuk jemi të lirë sa mendojmë që duhet me qenë, edhe na duket se nuk mund t'i realizojmë punët. Tash kur ka filluar të humb shëndeti në përbot, e kemi kuptu se çka do me thonë shëndeti. E shumë punë të mira tjera që Allahu xhaleshanuhu na ka dhënë të gjithë neve, si njerëz në botë, edhe ne nuk e kemi shfrytzuar. Edhe njeriu kur i qanë këta, kur i humb dhe nuk i ka. Unë edhe një herë këshilloj veten dhe juve të gjithëve që do të dëgjoni, ta marrim shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ai udhtoi, u shpërngul, emigroi prej Mekës në Medinë, mirë po asnjëherë nuk e urrejti Mekën. Bila ditë që doli nga Mekja, e kapi dheun, tokën, baltën, lloçin e Mekës, edhe pse e dim se Mekja është shkretir, dhe tha, oj Mekë, oj tokë e Mekës, asnjëherë s'kisha dalë nga këtu, mirë po populli i këtij qytetit më largoi. Dhe punoi 8 vite me radhë për mu kthi dhe me çliru. Nuk e urrejti vendin e vet, nuk e urrejti vendlindjen e vet,
por kontriboi, punoi, u mundua dhe u kthi e çliroi atë vend. Sikur që njihet në historinë e Muhamedit Islam, ai që don ta lexon më thellë ose ta din më mirë këtë çështje, mund ta lexon Nektari i Vulosur i Xhennetit libër, e ka shkruajt El Mubarak Furi, është e përkthyer në gjuhën shqipe, çlirimi i Mekkës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhtoi Isra dhe Miraç. Allahu dhe lëshani ja mundsoi të hyjë në xhennet. I pa hurijet e xhennetit. Mirë po kur u kthi në shtëpinë e vet, ende më shumë e respektoi bashortën e vet. Edhe pse pa diçka ndoshta më të bukur dhe më të mirë. E ku jemi ne në këtë? Dhe më thonë, kur të shofim diçka më të bukur, a mos me respektu atë që me vite jetojmë me ata, që mendoj që është gabim. E tash na u ka mundsu me jetu me familjet tona, që i haruam, pse tash shumë pak televizioni na intereson, sepse lojrat e futbollit nuk janë. Do më thonë shumë kohë kemi humbë duke i pa lojrat 3-4-5 loja në ditë. Në kafe nuk mundemi me dalë. Tash, krejt lidhjet e tona, qofshin të burrave apo të grave, janë me shtëpitë e tona. Po ne haruam edhe fëmijët e tonë. Atë shumë i haruam fëmijët e tonë, sa që shkoshin fëmijët e tonë nëpër shkolla, pa i bërë detyrat. Pse? Sepse prindërit atë shumë të habitur, pas televizionit e pas mirave të kësaj bote, i haruan t'i këshillojnë fëmijët e tyre se si duhet me i bë detyrat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte shok, mirë po nuk i dallonte. Sikur ne ndonjëherë që dijmë t'i dallojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrinte edhe me atë që ka ngjyrë tjetër, edhe me atë që ka këmbë tjetër, edhe me atë që më ndryshe. Ne edhe në këtë aspekt dështuam pak, sa që bota filloi të mendon se vetëm një popull që ka më i mirë, e vetëm një shtet që ka më i mirë, e vetëm një vend që ka më i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e respektoi dhe i tha: ti e vllau im, ai Salman al-Farisi, i ardhur nga Persia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e respektoi edhe Suhejb Rumin, Suhejbi nga shteti romak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e respektoi Bilalin, i cili e kishte prejardhjen nga El Habeshe, Etiopia e sodit. E kështu me radhë. Unë e këshilloj veten dhe të gjithë ata që na dëgjojnë të jeni të respektueshëm, ta respektoni atë që e ka vendos shteti, e ka vendos qeveria, e ka vendos Basia Islame, e kanë vendos njerëzit që na udhëheqin secilin aspekt. T'jeni të sjellshëm në familjet e juaja, qofsh burri me gruan e vet ose gruaja me burrin e vet. Të mundohuni ta riorganizoni jetën me mundësitë e juaja që i keni dhe Allahu xhaleshanu ju ka ofruar. Kjo është një sprov që i ka ndodhur krejt botës edhe neve si muslimanëve. Brenga jonë si musliman, unë brengosem për 3 punë, më së shumti. Është xhamia, mbyllja e xhamiave, mbyllja e shkollave dhe mbyllja e pamundësia e punës me punu njerëzit, duke pas parasysh që njerëzit nuk janë njësoj të gjithë, dikush ka mundësi me jetu me vite pa punu, sepse ka ndarë diçka nga ajo që e ka punu, dhe kemi njerëz dhe familje që pa ju ndihmu nuk kanë mundësi me jetu. Dhe unë i thras të gjithë njerëzit që kanë mundësi dhe janë bamirës, dhe bëhen ende më shumë bamirës që para se me shku në 4 ora, kur e kemi atë orën policore, është mirë me vizitu ndonjë prej familjeve që nuk ka mundësi të kënaqet me të mirat e kësaj bote, sikur ne tjertë. Por atë shkak bëhemi më bamirës, sepse Allahu xhaleshanu atij që jep sadaka nuk ja humb pas këtë botë as në botën tjetër. Inshallah Allah na udhëzon, inshallah Allah na mundson që kjo punë të kalon sa më shpejt
dhe inshallah Allahu xhaleshanu na mundson të gjithëve ta jetojmë këtë jetë me të mira, pa probleme, dhe inshallah në botën tjetër him në xhennet. Zoti është shpërbleft. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.